Aktori, poeti, tregimtari dhe dramaturgu Selim Ramadani ka lindur në Tetov më 19 prill të vitit 1947. Shkollimin fillor dhe të mesëm e kreu në vendlindje, kurse studimet në shkollën e lartë të artit i kreu në Prishtinë. Nga shkrimet e tij shihet vërtet se është njohës i letërsisë. Ai është njohës i letërsisë, i teorisë së letërsisë, i drejtimeve letrare, shkollave, rrymave, koncepteve letrare. Kjo vërtet për shkrimeve të tij. Ka punu në radio. Në radio përgatitte një emision Mirëmëngjes Fëmijë që vetë i shkrujte ato tregimet. Vetë i shkrujte gjithmonë mazdarke ashtu mleni rahat në dhomën time edhe i shkrujte ato tregimet, mandej të cilat i emitojte. Dhe gjithmonë thojte më së më pengoni shumë, mu më mbajni vonë se mu zërin mëngjes duhet të kenë merë se mund të merret zëri. Kjo është aset i shoqërisë dhe i popullit to. Aset është vlerë, është pasuri që është vënë nën tokën e sharit, nën këmbët e sharit dhe askush se përmet.